Pas datës 20 të çdo muaji në Spitalin Rajonal të Lezhës nuk do të kryen analizat mjekësore të rekomanduara nga mjekët, pasi fondi i përcaktuar për realizimin e këtij shërbimi të dhënë me koncesion është i pamjaftueshëm dhe kërkesat janë shumë herë më të mëdha. Në këto kushte, qytetarët duhet të presin 2 deri në 3 muaj për të kryer analizat mjekësore ose të drejtohen laboratorëve privat. Ata e konsiderojnë të papranueshme këtë situatë, e cila është kthyer në shqetësim për ta, pasi nuk kanë mundësi financiare që të kryen analiza në laborator privat. Me bëjnë shtetë shkën shumë, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. Me bëjtë privati, pas kena mundësi me bëjtë privati. E shku me bëjnë një rezonancë e bëjnë në vjetë, e do të me prejtë 4-5 muaj. E dhe që i kanë mundësi të pagojnë, i bëjnë të privati. Presin, këto janë me caktim me datë takime, vënojnë. Doktorët janë të mirë, po s'kanë mundësi se ka edhe kushte se janë shumë popull to. Mësë në është një për 2 muaj, 3 muaj. Po njerë që po presin? Të përiti që një kave. Që kanë me bënë setë, se ka të nëjshëm për janë atët diabetit, i bëjnë 2 herë. I bëjnë i tash për mas njëve do hanë buk, do vinë me bë për 2 herë. Ka fluks jashtëzakonshëm, duhen para dhe vetëm para. Në lidhje me këtë çështje, Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë bën të ditur se fondi vjetor i përcaktuar për kryerjen e analizave nga koncesionari është 650.000 euro, i ndarë në 55.000 euro për çdo muaj, por kërkesat për këtë shërbim janë më të larta, po sipas Drejtorisë së Spitalit, pezullimi i analizave nuk cënon shërbimin e urgjencës, repart në të cilin do të vijojnë të kryhen rreth 168 lloje analizash.